Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Zoti tha: bujku hodhi farë në tokë të mirë dhe ajo dha prodhim 100 fish. Si di kuptojmë këto fjalë? Na i shpjegon Shën Kozmai, i cili ka folur, ka predikuar dhe në këtë kishë. 100 fish prodhim janë ato shenjtor, të cilët i dhanë gjithçka Zotit. Dhe një ndër to, thot Shën Kozmai, është zonja Shën e Premte, që ne jemi mbledhur këtu në këtë mbrëmësorje, në këtë vigjilje, në kujtim të saj. Zonja Shën e Premte është një shenjtore shumë e madhe, ndër shenjtoret e mëdha martire të kishës sonë. Dhe është e madhe sepse ajo dha gjithçka për Zotin. Ai jetoi në shekullin e dytë dhe lindi nga prindër besimtar në ditë të premte, që përkthehet venerdini italisht, parashëvi në greqisht dhe premte në shqip. Prandaj ka emra të ndryshëm, duke përshtatur ditës që ajo lindi. E premtja për ne të krishterë është ditë e madhe, është ditë kreshmore, është ditë që kujtojmë kryqëzimin e Zotit. Kështu edhe ajo mori këtë emër. Dhe vërtet ajo ishte një ferore për Krishtin. Mbeti jetime qere dhe nuk e humbi orientimin, por pasurinë që alam prindrit i çoi të varfrit dhe u fut në një grup grash, murgeshash, dhe jo vetëm ruajti virgjërinë si një pasuri, si një dhuratë të vyer, dhe vendosi të bëj edhe nuse e Krishtit. Të bëj murgesh, po jo vetëm të mendonte për besimin e saj, por donte që atë që ajo besonte e përjetonte t'ia thoshte të tjerëve. Shkonte në qytetin e Romës dhe në krajina dhe fliste për Krishtin. Për këtë arsye atë e arrestuan dhe filluan torturat. Torturat ishin njerëzore, kamzhik, rraje, madje i vun një gur shumë të rëndë në trup, por ëngjëlli ja bëri të lehtë. Madje e futën një kafaz me i gjarë për të madh, por ai bëri kryqin dhe gjarpri u nda më dysh. Madje hodhën edhe një kazan plot me serë dhe me vaj. Edhe perandori Antoniu Pio, shu e kishte emrin ai, pa që Shën e Premtja nuk pësonte gjë. Dhe i thoshte: si nuk pëson gjë? A është i ftohtë vaj? Provoi, i tha Shën e Premte, dhe mori me duart e saj dhe i hodhi në fytyrë perandorit, i cili u verbua në çast. Por ai kërkoi falje dhe i tha: lutu për mua. E u lut Shën e Premtja dhe ja shëroi syt perandorit, prandaj dhe ajo është mbrojtëse dhe shëruese e njerëzve që kanë problem me sy. E liruan, por përsëri arrestuan dhe më në fund i pren kokën më 26 korrik, siç e nderojmë dhe kujtojmë neve. Shën e Premtja ka 3 kurora. Rrallë shenjtor kanë 3 kurora. Kush është kurora e saj e parë? Kurora e saj e parë është kurora e virgjërisë. Çfarë tha apostulli Pavli? Virgjëresha që i kushtohet Zotit, ajo i kushtohet Zotit në të gjitha, 100%. Kështu edhe ajo, zonja Shën e Premte, ruajti virgjërinë si një thesar, si një pasuri, dhe ja përkushtoi Krishtit. Po t'jesh i virgjën nuk do thotë t'jesh i pamartuar, por do thotë t'ia ruash edhe mendjen, edhe zemrën nga dëshirat, nga pasionet, nga instiktet. Por ai ruajti edhe mendjen, edhe zemrën, edhe shpirtin, edhe trupin. Virgjëria e saj bëri që ta deshte më shumë Krishtin, ti përkushtoi Krishtit. Kështu që, siç thash, ajo nuk e mbajti besimin për vete, e ndau me të tjerët. Është, thot Shën Johan Gujarti, një gabim i madh, një krishter që e mban besimin për vete dhe nuk e transmeton të tjerët. Besimi i vërtet është personal, por besimi duhet përhapet. Të gjithë neve morëm besimin nga të tjerët dhe kemi detyrë t'ia japim të tjerëve, me vepra dhe me fjalë. Kështu dhe Shën e Premtja bëri këtë, bëri apostullim. Nuk ishte ndër 12 apostujt, por bëri si apostujt. Prandaj quhet is apostulle, e barabartë me apostujt. Dhe ky është një urdhër që Zoti na ka dhënë gjithë neve. Bani mend kur jeni pagzuar, u është lexuar Ungjilli, shkoni në gjithë botën dhe predikoni lajmin e mirë.
Na ka thënë ne, Zoti, jo vetëm klerikëve, edhe laikëve, të gjithë ato që ne mësojmë në kish, duhet i bëjmë vetë e t'ja u themi tjerëve. Shën e premtja i bëri, prandaj mori dhe kurorën e apostullës. Por, duke qenë e virgjë, duke qenë e përkushtuar Krishtit, duke qenë nxënëse dhe apostull e Krishtit, ajo vullosi jetën me martirizim. Çfarë është martirizimi? Martirizimi do thotë të dëshmosh për Krishtin edhe me jetë, edhe me gjak. Dhe në fund, siç edhe dëgjuam, ajo dha jetën, dha kokën e saj për Krishtin dhe dha gjakun e saj. Kështu që u bë një martirë e madhe dhe me kurorën e martirizimit. Të dashur të krishterë, ndoshta neve nuk jemi sot si në kohën e romakëve, ose në kohën e ateizëm komunizmit. Jemi të lirë të besojmë. Por liria ka dhe një kosto. Varë si do e përdorim. Bani mend sa shumë njerëz vini këtu, mbas viteve 90. Unë i kujtoj, sepse me hirën e Zotit kam qenë ndër të parët që kemi folur për besimin këtu në qytetin e Kavajës, në kishën Nikollës, në këtu Shën e Premtes. Por fatkeqësisht po shikojmë që njerëzit po rrudhen, po largohen. Ka humbur dashuria e parë. Dhe neve kujtojmë se duke pasur mirëqenie ose duke rregulluar disa gjëra, Zoti tani nuk është më siç e kishim më përpara, që ishim të varfër. Jo, të dashur të krishterë. Zoti është gjithçka për njeriu dhe pa Zotin nuk mund bëjmë dot asgjë. Sepse jeta do na vërtetoj që as paraja, as pasuria, as misia, as fuqia, as shëndeti nuk do na zgjidhin problemet që janë imediate. Kush është? Të shpëtosh shpirtin. Ç'kuptim ka për njeriu, thot Krishti, të fitoj gjithë botën e të humbas shpirtin e vet? Çfarë do t'i japësh ti o njeri për shpirtin tënd? Shën e Premtja dinte mirë këtë fjalë. Prandaj ajo dha gjithçka për të fituar shpirtin. Dha dhe jetën, dha dhe gjakun dhe mori kuronën e martirit. Sot ti je një martir i Krishtit nuk do thotë japësh gjak, po ti je një martir i Krishtit do thotë jetosh me besim. Mos ti nështrohesh turmës, frymës së botës, frymës antikrishte, imoralitetit, perversionit. Mos bësh si bota, po të jetosh si krishter, të imitosh Zotin, të imitosh shenjtorët, duke qenë edhe një i ri, duke qenë dhe një re. Dhe këtu kemi shembuj, kemi zonjën Shën e Premte. Ky është martirizimi që kërkohet sot nga brezi i ri. Prandaj, të gjithë jemi thirrur për dëshmuar për Krishtin. Dhe të gjithë një ditë do dalin në gjyq përpara Krishtit. Dhe Zoti do na bëjë një pyetje, çfarë bëre në jetën që të dhash? A i ruajtë porositë e mia? A më dëshmove mua? A edhe jetën për mua? Në qoftë se bëjmë këto gjëra, ne do jemi bashkë me zonjën Shën e Premte, në parajs, në mbretërinë e Zotit, dhe do kujtohemi gjithmonë. Sa vajza kanë jetuar në kohën e Shën e Premtes dhe mbas Shën e Premtes? Ju dihet emri, ju dihet vendi, hiç, janë haruar. Kjo kujtohet. Pse kujtohet kjo? Sepse kjo u bashkua me Krishtin. Dhe ai që bashkohet me Zotin, ai rron, edhe nëse vdes, dhe do kujtohet për jetë. Qofse edhe ne duam ta kalojmë mirë këtë jetë, dhe të jetojmë jetën e përjetshme, dhe të kujtohemi në përjetësi, le të bëjmë si zonja Shën e Premte. Ndoshta nuk mund të kemi 3 kurora, por ama besim kemi, pendim duhet kemi, përurësi duhet kemi, rrëfim duhet kemi, misteret e kishës duhet i marrim. Që kështu, në qoftë se jemi të lavdëruar, të jemi të mëshiruar dhe të shpëtuar. Amin. Me uratat e shenjtorëve tanë dhe zonjës Shën e Premte. Amin.